Emisioni titullohet Mesazhi i yjeve. Në kontekstin ka dhe nënthënien në fat dhe në muzikë, sepse është mesazhi i yjeve që vjen nga astrologjia dhe mesazhi i muzikës që vjen nga këngët. Pse e kem vendosur ose pse e quhet mesazhi i yjeve? Sepse unë bëj një horoskopi që të veçantë të kuptimin që nuk merrem me yjet realisht, po merrem me mesazhin që vjen nga yjet, që mesazhi që vjen nga yjet është një mesazh i vlefshëm për çdo që e dëgjon, besoj dhe shpresoj. Dhe pastaj në fund të gjithë horoskopit, ta quajmë horoskop këtë, me h, horoskopi është me h si hëna. Se hyjet, se gjitha këto janë hëna, hyjet, janë gjitha horoskopi, janë me hë gjitha. Hyjet, po, hylli i dritës, po. Hylli i dritës. Po, më është me hë. Ose hyrë për shumë, tak bina njëri deri hyri, thoti, është me hë. Hëja, se hëja është shumë e rëndësishme. Në Korçë më duket se përdorin, mos gaboj, po. Po ndaj dhe kanë ngelur te serenatat, se ju mungon hëja. Hëja është edhe një gjë shumë e vlefshme, hëja edhe për çfarë përdoret. E keni parasysh si për pallateve, për shembull në për filma që është një hë e madhe? Po, helikopteri. Jo. Ajo është për të treguar që ca njerëz sa të madhe kanë hënë e hayvanit. Është kjo hëja. Domethënë hëja është gërm me shumë vlerë. Nuk e di. Help, për shembull, help. Ndihmë nuk. Po si ishte hëja nuk ka vlerë fjala. Shumë interesant. Është ky është mesazhi tani. Pse e kam quajtur mesazhi i yjeve duke ju referuar dhe muzikës, sepse në botë ka miliarda këngë. Dhe unë kam marrë përsipër që ndër këto këngë në botë, duke ju referuar grupeve, periudhave të ndryshme, po kam përshtypjen që nuk i ka përcej vitet 80, jo për motive të nostalgjie, po për motive sepse kam përshtypjen që ato vitet amerikanët thonë the magic 60s, të magjishmet vitet 60. Po thua 80 e andej apo 80 e këtej? Nuk i ka përcen. Pra nuk i ka përcen, nuk shkon më andej, apo nuk vjen më këtej. Nuk vjen më. Më këtej. Sepse në vitet 60 në botë ndodhen shumë gjëra, domethënë vitet 60 sollën një revolucion të papar në civilizim, në muzikë, në art, në revolucionet seksuale, revolucionet e ngjyrës, të drejtave të njeriut. Ndodhen ato vitet 60 kanë qenë të papame dhe të gjitha këto lëvizje natyrisht u pasqyruan edhe në muzikë, u pasqyruan në kinema, u pasqyruan në art. Pra, në arti pasqyroi situatat e atëhershme që ishin të jashtëzakonshme. Dhe unë kam marrë një pjesë të këtyre këngëve dhe t'i analizoj dhe si thosh të sjell mesazhin që këto këngë na përcjellin nëpërmjet teksteve tyre, sepse jo të gjithë ne dëgjojmë shpesh këngë ose edhe i këndojmë, po shpesh nuk ja dim në për të, domethënë se çfarë thot kënga që më flet për këtë apo flet për atë. Pa i hyrë asnjëherë konkretisht çfarë thot varg për varg, si është i shprehur ky mendim. Dhe un kam marrë përsipër përzgjedhur këngët apo artistët? Këngët. Pastaj mund të jenë edhe më shumë se një këngë të një artisti, nuk ka problem. Po, pa diskutim, për shembull nga Bob Dylan çat zgjedhësh një këngë. Nuk zgjedhet nga Bob Dylan një këngë. Nga Rolling Stones nuk zgjedhet, nga Creedence nuk zgjedhet vetëm një këngë. Apo ku diun nga Amy Winehouse, çfarë një këngë të zgjedhësh? Nga Vasco Rossi. Pas themi se këto vitet 60 nuk ishin vetëm në Amerikë, këto kanë qenë në Itali. Po, pa diskutim. Një magji, po. Po në Itali, po në Francë, po domethënë ishte në Angli. Në Angli nuk ne në Angli rim merremi jo Beatlesat, jo Stonesat. Anglia në atë kohë të myste. Tash nga Elton John çfarë mund zgjedhësh një këngë? Apo nga Lucio Battisti mund zgjedhësh një këngë. Nga Lucio Battisti zgjedh një album, po jo një këngë. Nga Celentano zgjedh një album, nga Bobby Sole, nga Mina zgjedh një, domethënë janë pafund këta këngëtarë. Po unë jam munduar të kapem se për shembull jam munduar të kap një këngë të Fabrizio De Andrés, një këngë të De Gregorit, një këngë për shembull në një nga emisionet që do të vinë më mbrapa, unë do të analizoj një këngë të De Gregorit që titullohet Generale, që është një këngë e jashtëzakonshme kundër luftës. Si kundër luftës është edhe po themi e Bob Dylanit Knocking on the Heaven's Door, Blowing in the Wind. Pra të gjitha këto janë mesazhe për njerëzore të mëdhaja dhe unë jam munduar
në atë të voglën time, ai sa kam mundësi, shpresoj t'ja kem dalë, që tekstet e këtyre këngëve jo vetëm ti përkthej në shqip, po edhe ti jap atë ritmin, ti jap rimën, ti jap metrikën e vargut, pra të në një farë mënyrë ti jetë edhe poezi shqip. Dhe pastaj në bashkëpunim me ca miq të mi që ju nuk i njihni s'keni as kanë të njihni që quhen Bluebird Band. Po. Janë ca miq mi nuk ju ka rëstis Eni Melku, Kolsheu, Bletseiko. Ram dakord që me që se këta din të këndojnë, gjë që unë s'di ta bëj, edhe din t'i bindet ca veglave, gjë që unë s'di ta bëj, se do isha dhe unë Bluebird Band, me kënaqësinë më të madhe. Po tashmë. Tashmë, yes sir. Jetë e grupi. Unë jam si, unë ke grupi jam si ai që lu për shembull Juventusi, unë transmetoj nesër. Po që jam aty në stadium, domethënë unë kam hyrë ke ky stadiumi. Edhe faleminderit kujt ka pas këtyre do. Patjetër. Ma jep një bono atë. Tani është momenti që unë do marr një bono. Sa të zgjedh ngjyrën e gonit. Po mua atë po. Më ka lënë porosin mamin ka të. Me çfarë është ajo Viola? Mos fol me gojën plot. Çfarë thotë ajo? Me qershi. Një bono me qershi. Pasoja. Me shumë delikatesë. Shumë faleminderit. Ja, një bono me qershi. Kur ju merr uria direkt, e keni këtu. Se mos ta japi ta plasësh atë. Pra, jam munduar, domethënë duke hyrë ke kjo, faleminderit gjithë këtyre mundësive që më janë krijuar dhe punës ndoshta që kam bërë. Unë kam marrë këto këngët dhe i kam bërë tekstet shqip. Dhe në bashkëpunim vendosëm që kjo kënga që thot këtë gjë, që sjell këtë mesazh, pra mesazhin e këtyre yjeve të muzikës të përkthyer në shqip, djem pastaj do ta luajnë cover si gjithë bota që domethënë përgjithsisht të gjitha këngët që ne kemi zgjedhur, të gjitha këngët që do jenë pjesë e këtij repertori, janë që i kanë luajt cover të gjithë artistët e botës. Po me tekstin në shqip. Jo, me tekstin original, se me tekstin që pastaj i bitë kemi studio muzikë, ta kthejmë në industri. Veçanta e jo. Po ja, një ide. Është që çdo gjë është bërë akustik. Ne kemi përshtat si mas mënyrës tonë, domethënë nuk vjen ashtu siç është në original. Kjo është nga ana muzikore. Pra është një, të themi është në një version, është një unplugged i modifikuar, i modifikuar me 3 instrumenta dhe me një vokal, që është mënyra më e mirë dhe mund dhe më e dashur për të paraqitur një këngë duke pasur parasysh edhe mesazhin e saj, se edhe mesazhet mesazhet e këngëve janë të jashtëzakonshme. Po, shikoj, nuk janë vetëm këto këngët kundër luftës, kështu për shembull kë mesazhet më dhaja ka Johnny B. Good, ka Blowing in the Wind, pastaj është një ka për shembull Scorpionsat me Wind of Change. Po. Wind of Change. Ajo kënga nuk është një këngë, më duket si këngë e realizmit socialist ajo. Kujtove Scorpionsat, dhe ato s'këndohen dot poshtë. Dhe ato nuk këndojnë dot poshtë. Si ulim dot. Si ul dot. Notat, si e bëm mohabet pak më parë. Po mund ta këndosh përse mund ta këndosh në shtëpi. Në Z këndohen të gjitha këngët, në Z. Po nuk shkojnë, po të këndojnë. Por shumë po të shkosh të shohësh Blowing in the Wind, Wind of Change. Ai nuk thot asgjë, po vetëm se mesazhi i këngës është jashtëzakonisht i madh, sepse thot ne erdhëm. Ai ka thënë lideri i Scorpionsave kur shkon në si e ka ky Kiske. Si e ka këmë nëse mos i merr se me emra tash i fillojnë nga korakatën. Edhe i ngel hatri aty të thotë s'keni faju. Tash kur shkojnë në San Petersburg e dhan koncertin apo në Moskë. Në Moskë, ku e dhan koncertin parë në Moskë. Nuk e kam ide. Ne kur shkon në Bashkimin Sovjetik, ai doli përpara njerëzve. Scorpionsat janë grup gjerman. Dhe bëri një deklaracion, edhe tash që e kujtoj më ngjedhet mishi, sepse është, domethënë, e ka të gjithë madhështinë brenda. Tha, ne gjermanët është hera dytë që po vim këtu, tha. Herën e parë, tha, 40 vjet përpara kemi ardhur me tanke. Sot po vim me kitara. Mjafton ky mesazhi do nuk kene ky është no comment, është mesazh no comment. Nuk ka çfarë të komentosh më shumë. Dhe ai në këngë thotë që kjo era e ndryshimit është në ajër, thotë se edhe fëmijët në gjume po e ndjejnë, po rriten me erën e ndryshimit. Është mesazh shumë i madh. Sikur ai mesazh të kishte shkuar në destinacion, sot nuk do ishim në këto situata që jemi. Pra, madhështia e këtyre këngëve është pikërisht kjo.
këtu ka ndodhur një fenomen, për shembull duhet flas për me që jemi ke mesazhi këngëve, që në vitin 1970 festivali 11 i këngës në radio dhe televizion që është bërë tërkus nga gjithë. Çka ka ndodhur festivali si mas meje? Në festivali 11 nuk është se në festivali 11 kishte këngë moderne dhe apo veshje moderne, se këngë po kaq moderne kishte edhe festivali 10. Po të hyni të kërkoni, festivali 9. Po këngë. Por në festivalin 10, në festivalin 11 ndodhi një gjë që unë se marr vesh pse nuk komentohet kjo, ose për ata që merren me këto s'ka rëndësi. U vendos një përveç juri si themi ne, juri, nuk e me ne në kavaj themi zhuri, se e kemi me zhë. Artistike, u vendos dhe një zhuri e jashtme, që ishin studentët e universitetit, pra kishte 2 zhuri, si sot ndodhe rëndom që është njësje dhe pastaj televotimi. Ai televotimi është mashtrimi më i madh i mundshëm si mas meje. Pse nuk votojnë realiste? Urdhë? Nuk votojnë realiste? Edhe mund votojnë. Edhe mund. Pra, Po gjë me siguri nuk themi dot. Vera shpesh bëhet edhe nga rushi. Për shembull, po them. Tash kjo juria që ishin studentët e universitetit, kuptohet shija e rinis, se këtu ndodhe, këtu është gjithë kjo, ky që besoj, kam përshtypjen nuk se kënga që do fitonte ishte kishin zgjedhur këto artistikët, kishin zgjedhur Natë në Tirana, siç ishte një këngë kafe flora bura plota, një këngë e këtij lloji. Në atë festival ishte edhe një këngë që e këndonte Tonin Tërshana, Pranvera. Po. E ke parasysh? Po. Pranvera. Në tekstin e Pranverës thuaj që një shok po më thoshte po vjen Pranvera, po unë dola pa shumë dhe pastaj e kuptova që erdhi Pranvera. Këtë këngën e votun rinia, universiteti, erdhi Pranvera. Mirë po, mos harrojmë që ishte periudha direkt mbas revolucionit kulturor të 68-s. Në Francën, në Summertime of Love. Po. Edhe revolucioni seksual, po themi. Po. Dhe studentët votuan, edhe ajo kënga fitoi festivalin, pa prit mas dikush i mençur. Në udhëheqje. U kujtua thaure, po 1 minutë për cilën Pranvera kam fjalën, dhe ç'është kjo ky votuan për kë, po kitha që këndon, për kë Pranvera ka fjalën. Dhe pastaj ran modernizmi, rinia, degenerimi, s'kishte lidhje degenerimi fare, ishte Pranvera, Pranvera ishte shpresa. Pra këto janë këngët e ishte mesazhi politik në thelb, jo degenerimi. Po, mesazhi politik në thelb. Pra, unë mendoj që nuk është dhe aq harmonia ku di unë këngët, 7 nota janë, do re mi fa sol la si. I Muddy Waters ka thënë apo njëri nga këta ka thënë nota në vetvete nuk ka vlerë, vlerën e jep nota që vjen më mrapa. Ajo i jep vlerën kësaj që iku, se ajo është o dorë, po kjo që vjen më ky kombinimi, pra ky mesazhi, kënga këtu e ka fuqinë si mas me mesazhi që vjen është ajo me çfarë lidhet, çfarë ku e vën ganshëm për tu kap. Dhe ka ndodhur për shembull janë këngë të cilat janë bërë për shembull Respect e Rita Franklin u bë leitmotivi i revolucionit të grave, i liris grave në Amerikë. Po. Kënga You Will Never Walk Alone është bërë kënga e tifozëve të Liverpoolit edhe të Genovas. Mi po ky është mesazh shumë i madh, You Will Never Walk Alone, s'ke për të ngel një herë vetëm gjersa ne jemi këtu. Pra, ti gjen një shpresë, këto janë mesazhet. Jam munduar që në këtë emision, pikërisht këto mesazhe të këtyre këngëve, të këtyre artistëve, ti përcjell dhe unë, ose si që është Folsom Prison Blues e Johnny Cash për shembull, ka i mesazh shumë të madh, ai është penduar, ai ka vrarë, ka hyrë në burg, dhe atje në burg një gjot trenin që ecën, që treni në këtë rast është personifikimi i lirisë, dhe mendon që mund të ishte edhe unë këtë trenin, po unë vrava burrën e huaj, kot po burrë, vrava tjetrin hyra në burg dhe tash po vdes këtu. Vetëm për ta parë si vdiste. Vetëm për ta parë si vdiste. Një njeri. Domethënë është mesazh, po, fiks. Vetëm për të parë se si vdisën sytë e mi, ta shifja njeriu të vdek. Pra këto janë mesazhe, apo siç është kjo kënga e lulkuqeve, ç'është kjo që thotë 2 ushtarët ballë për ballë njëri tjetrit Campo Papaveri Rossi e De Andres është kënga që thotë gjeta përpara atë, edhe ai si unë thoshte buzëqeshja kështu, po s'kishte vesh të njëjtën uniformë.
Edhe e vrava, thoshte. Ose unë po mendoja, thoshte, ta vras, po ta vras, ai s'patit njëjtën dashamirësi, ai vrau. Edhe i thot nënës u po iki tash dhe kamera dhe qarë mile papave Rosi që po pra iku. Këto janë mesazhet që njeriu. Mesazhe shumë të forta, mesazhe universale. Universale që njeriu thotë ore prit mos se vdekja nuk je ka shaka.